Vendimi i papritur. Kur Harun Rashidi dëgjoi që Sefvani, karvanthiu, i kishte shitur të gjitha devet e karvanit, dhe tashmë kalifi duhej të mendonte diçka tjetër për të shkuar në haxh, u habit dhe u inatos shumë. Filloi të mendonte që shitja e të gjitha deveve të karvanit, kur kishte lidhur marrëveshje me kalifin për të transportuar të gjitha mjetet dhe plaçkat për udhëtimin e haxhit, nuk ishte një gjë e zakonshme, nuk ishte e pamundur që shitja e deveve të mos kishte lidhje me kontratën e tyre. Ai e thiri Sefvanin dhe i tha: "Kam dëgjuar që e ke shitur të gjithë karvanin e deveve për një herësh." "Po, o Emirul Mumenin," ju përgjigj Sefvani. "Përse?" e pyeti kalifi. "Jam plakur dhe nuk kam më fuqi të punoj. Fëmijët nuk e kanë ndërmend këtë punë, kështu që e pash më të dobishme t'i shisja." "Më thuaj të vërtetën, përse i shite?" i tha kalifi sërish. "Kjo ishte ashtu siç ju thash," ju përgjigj ai. "Por unë e di përse ti e ke bërë këtë punë," ju përgjigj Haruni. "Padyshim që Musa ibn Xhaferi ka marrë vesh për kontratën që lidhe me ne për transportimin e mallrave tona e të ka penguar nga kjo gjë. Ai të ka urdhëruar që t'i shesësh devet. Ky është edhe shkaku i vendimit tënd të papritur." Pastaj Haruni shumë i zemëruar thiri: "Sefvan, po të mos ishte për hatër të miqësisë së vjetër, ta kisha prerë kokën mu në vend." Haruni e kishte menduar mirë. Sefvani, sado që ishte pranë aparatit shtetëror të kalifit, e në të kaluarën kishte kaluar shumë kohë në obor pranë kalifit, ishte një prej udhëtarëve të Ehli Bejtit, familjes së profetit. Pasi kishte lidhur marrëveshje me Harunin për të transportuar rrobat dhe mallrat për në haxh. Një ditë, Sefvani kishte takuar imam Musa ibn Xhaferin, paqja qoftë mbi të, i cili i kishte thënë: "Sefvan, të gjitha gjërat e tua janë të mira, përveç një gjëje." "Cila është ajo gjë, o biri i profetit?" e kishte pyetur Sefvani. "Ajo që i ke dhënë devet e tua me qirat i burrit," i tha imami. "O biri i profetit," tha Sefvani, "unë nuk kam dhënë gjë të ndaluar me qira. Haruni po niset për në haxh dhe unë e dhash karvanin me qira për në haxh. Veç kësaj, unë nuk do të shkoj vetë me të, do të dërgoj disa njerëz të mi." "Sefvan, të pyes për diçka," tha imami. "Ti dhe devetet tua që të marrësh qira për të. Ai do të marrë devetet tua dhe sipas marrëveshjes, pret që të marrësh qiran prej ti. A nuk është kështu?" "Kështu është," u përgjigj Sefvani. "Atëherë, ti nuk e dëshirë që Haruni të jetojë, të paktën derisa të japi ty qiran tënde." "Po," u përgjigj Sefvani. "Kush kërkon në çfarëdo mënyre qoftë që shtypësi të jetojë aty qëndroj, llogaritet si vet ai dhe konsiderohet shtypës e nuk ka vend tjetër vetëm se në zjarr." Pas kësaj bisede, Sefvani mori vendim menjëherë që ta shiste karvanin e tij të deveve, sado që e kishte menduar që ky vendim mund t'i kushtonte atij jetën.